Rreshtit e shiut e 2 ditëve më parë përmbytën sërish tokat bujqësore të fermerëve në Fretin Spitën e Lezhë. 10 hektar tokë mbjellë me kulturat e Sinës u dëmtuan, duke i thedhuar dhe më shumë humbjet për fermerët e kësaj zone. Përballë situatës së krijuar, ata protestuan sërish duke ngritur shqetësimin për dëmet e përsëritura. Sipas tyre, kjo është hera 4 që tokat përmbyten, ndërsa të mbjellët janë dëmtuar 2 herë radhazi. Si pasojë, korrjet tashmë janë të pamundura, ndërkohë që fermerët thonë se nuk kanë marrë si kompensim për dëmet e shkaktuara. Ne bëjmë një krahasim me 6 qershor 1976. Era 140 mm shi për 4 orë. Pompat e larguan për 3 ditë. Këtë vit jena përmyt 4 herë. Uji është larguar për 10 ose 15 ditë. Jonxha dhe gruri që i mbollën na u zhdukën. Baktia po na ngordhin për ushqim. Na u zhduk gjithë shkafja. Problemi janë nga më të ndryshmet. Hidrovori duket sigur punon kur që, po unë nuk e di sepse si kujti këto. U hap 2 herë argjinatura, po prapse argjinatura gjoja kanë mbyll, aty boron ujë, sikur janë burimet komplet del, sikur të dalë për i malit dhe futet nga nalt nej. Domet janë pa llogarishme marbor, po kush i vën letër domet tona. Ne i thonë një herë të komplet, sigur kam 5-2 limullën, ato kanë përfunu, nuk meret ma. Lene, po i lanë, se prapë. Po na kina mollë këtë që i popull me mjellë, më burë. Këtë mjellë ishma, kjo anë thki më shalë. Kjo anë to këtë nuk është palë në zonë mërojt me tash. E të hedhin i fazonari, e të hedhin në rosa, e të hedhin peshket, më një disha, se këtu për mjellë nuk ma të fjallë ma. Mund t'i kenë marë 4-5 familje që u ka dhëna janë patriarshista që u shkojnë mrapa atyne, se na absolutisht jo. Në tokat mjes jam, po të bajbim zotin me e shusët, 5-2 limullit, pak të një kalojnë 5 milionat. Me i lëgërit si rojnë, jo sha 5 milionat, sa viti 8, shkon pak të 70.000-80.000 rojnë lojnë. Në qoftë se merret parasysh ura rrils, që është mbi nivelin e kësaj toke, kësaj toke ku jemi në sot, që është përmyt, në qoftë se ajo ulet poshtë, ajo i pastrohet në ta, pak të 1 metër është një thellësia, atëhere, aty do të ketë, atëhere i kënë ujë. Kjo është përmytje vetëm me dashje, vetëm nga pompat. Vetëm pompat nuk nizën fare. Dali një dhe thot që na kanë pruni zhën më të vogël. Që zotëria. I ka mjell, nuk e di se sa hektar ka mbi 120 hektar tokë, që i ka mjell 2 herë, edhe akoma këto asë sy bjenë rëmen me pronë një zhën më të vogël. Se merë unë pak të kam 7-8 delim, unë kam pak. 150 delim tokë, i ka mjell jonë zëtënia, edhe ka maru me këtë dënja. Ku dëjzojnë lekti me mjell prapë. Ku bën baki marrë kush me dhanim, me harrohet punë. Këto është e 4 herë që përmbytet. Çdo herë ka një 5 deri në 6 ditë edhe javë e përmbytur. 300 hektar ka Spitni. Komplet të përmbytur. Edhe pse në hapur kanale kulluese, ujët nuk e vadohen brenda një kohe të shpejtë, duke sjellë përmbytje të vazhdueshme dhe dëmtime serioze të mbjellave. Pastaj po i vuajnë vetëm fermerët, të cilët kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe mbështetje konkrete, ashtu siç u është premtuar.